Ajetet nga 1 deri te ajeti 8. Bismillahirrahmanirrahim. El-Haqqa, mal-Haqqa, wama adraka mal-Haqqa. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, e vërteta e pashmangshme. Ç'është e vërteta e pashmangshme? E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është e vërteta e pashmangshme? Fiset Themud dhe Ad e mohuan gjëmimin e tmerrshëm. Prandaj fisi i Themud u shkatrua nga një ulërim e tmerrshme, kurse fisi Ad u shkatrua nga një furtunë shungulluese të rrept, të cilën Allahu u dërgoi atyre 7 net dhe 8 ditë pa rreshtur. Atëherë mund t'i vrejë njerëzit të përmbysur si trungjët e hurmave të kalbura. A sheh ndonjë gjurmë të tyre? Komentimi. Dënimi i mundimshëm për popujt mohues. Kjo sure flet për çështjen e kiametit dhe fillon me një temë të re, e vërteta e pashmangshme. Ç'është e vërteta e pashmangshme? E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është e vërteta e pashmangshme? Përgjithsisht të gjithë komentuesit e Kuranit të shenjtë fjalën El-Haqqa e kanë komentuar me kuptimin dita e kiametit, sepse kjo ditë është e sigurt, do të ndodhë me patjetër. Kemi thënë se edhe fjala El-Waqia në surën El-Waqia ka të njëjtin kuptim. Këtë na e shpjegon ajeti 16 i kësaj sureje, pra El-Waqia. Këto janë të vërteta të sigurta për ditën e kiametit, për atë ditë të madhe. Interpretimi i ajetit ç'është e vërteta e pashmangshme me fjalën El-Haqqa bëhet për të treguar madhështinë e asaj dite, ashtu sikurse themi me fjalët tona të përditshme, filani është njeri, çfarë njeriu është. Pra nuk është se ka ndonjë përshkrim për sa i përket përshkrimit të tij. Ajeti e kush do të ta shpjegoj ty se ç'është e vërtetë e pashmangshme tregon përsëri madhështinë dhe ngjarjen e asaj dite të madhe, saqë edhe profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i drejtohet duke i thënë se ti nuk e di se si do t'jetë ajo ditë. E vërteta është se ndjeshmëria ndaj ngjarjeve të asaj dite për ne të burgosurit e burgut të kësaj bote është e pamundur. Ashtu sikurse një fetus në barkun e nënës e ka të pamundur të kuptojë ç'është kjo botë, nuk mund t'ia shpjegosh me asgjë. Një tjetër mundësi për komentimin e këtyre ajeteve, edhe pse janë të paktë ata komentues që kanë pranuar një komentim të tillë, është se fjala El-Haqqa, e vërteta e pashmangshme, flet për dënimin e papritur që marrin në këtë botë kriminalët, mohuesit, egoist. Disa komentues fjalën El-Qari'a mohuan gjëmimin e tmerrshëm që do të vinë ajetin 3 të kësaj sureje, e kanë komentuar me këtë kuptim. Rastësisht, ky komentim është më i përshtatshëm me komentimin e ajeteve që do të vinë më poshtë, të cilat flasin për dënimin e ashpër të fisit të Adit, të Themudit, të Faraonit dhe të Lutit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Në komentimin e Ali ibn Ibrahimit lexojmë se fjala El-Haqqa është paralajmërim për zbritjen e dënimit, të njëjtë me atë të Faraonit, sikurse thuhet në ajetin 45 të surës El-Ghafir, ndërsa i thtarët e Faraonit i kaploi dënimi vrazhd. Më pas flet për fatin e popujve në ditën e kiametit, që e kanë mohuar në këtë botë ditën e gjykimit, dhe shton se fisi Adit i Themudit e mohoi dënimin hyjnor. Fisi i Themudit u zhduk nga faqja e dheut nëpërmjet një dënimi dhe britme të ashpër. Ky fis jetonte në periferi malore midis Hijazit dhe Shamit. Zoti dërgoi tek ata profetin Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, por ata nuk besuan kurrë. Përkundrazi e kundërshtuan, kërkuan nga ai që nëse thotë të vërtetën, le t'u zbriste dënimin që u kishte premtuar. Në këtë moment, Zoti u lëshoi atyre një rufe që shkatroi gjithçka. Në pak sekonda gjithçka u rrëzua në tokë. Të gjitha gradaçelat e tyre u rrëzuan dhe trupat e tyre të pajet u rrëzuan në tokë. Është për të theksuar se Kurani citon faktin se shkaku i zhdukjes së këtij fisi është mosbindja. Kjo mosbindje, ky rebelim i tyre citohet edhe në ajetin 78 të surës El-Araf me fjalën Rajfe, tërmet. Për këtë arsye, ata i goditi një tërmet i rënd në mëngjes dhe mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Në ajetin 13 të surës El-Fussilet vjen me fjalën Saiqa, gjëmim, dhe në ajetin 67 të surës Hud vjen me fjalën Saiha. Të gjitha kthehen te një kuptim i vetëm,
gjëmimi vjen me zhurmë të madhe, e bën njeriun të dridhet. Ky gjëmim është dënim për rebelët dhe mohuesit. Fiset Thamud dhe Ade mohuan gjëmimin e tmerrshëm. Më tej flet për fatin e fisit të Adit. Një fis që jetonte në Gadishullin Arabik ose Yemen, ata kishin trupa të gjatë të fortë, qytete të lulëzuara, toka me prodhim të lartë, të gjelbëruara e të freskëta. Profeti tyre ishte Hudi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Fisi i tij ishin mohues dhe rebel, kështu që Zoti u dërgoi atyre dënim të rënd. Përshkrimi i dënimit ka zbritur në këto ajete. Së pari, thuhet se fisi i Adit u shkatrua nga një furtunë e rrept shungulluese. Fjala sersere përdoret për erërat e ftohta që vijnë si furtunë e rrept dhe helmuese. Fisi i Ad u shkatrua nga një furtunë shungulluese e rrept. Komentuesit i kanë cituar të tre kuptimet, gjithashtu thonë se është i mundur edhe bashkimi i kuptimeve. Fjala Atie vjen nga rrënja e fjalës utu dhe ka kuptimin rebelim. Kuptimi nuk është rebelimi urdhrit të Zotit, por rebelim përsa u përket kritereve të flladeve dhe errërave të zakonshme. Pra përshkrimi i errërave të forta është Allahu ua dërgoi atyre 7 net dhe 8 ditë pareshtur, atëherë mund t'i vërejë njerëzit të përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura. Fjala husuma vjen nga rrënja e fjalës husam dhe ka kuptimin zhdukje çdo efekti. Edhe shpatës që i thuhet husam, me këtë kuptim vjen. Ndonjëherë fjala husam përdoret kur digjemi dhe krijohet një plag. Pra qëllimi këtu është se këto 7 net dhe 8 ditë bën që këtë fis ta shkatronin dhe të mos i mbetet rrënja. Kurani thotë se nëse do t'isha atje do shikoje se si ai fis u rrëzuai tëri në tokë, sikurse trungjet e kalbura. Atëherë mund t'i vërejë njerëzit të përmbysur si trungjet e hurmave të kalbura. Sa bukur e përshkruan dhe sa bukur e bën krahasimin. Në fillim tha, ata janë të fortë, shtatlartë e të tjerë, më pas i zhduku me gjithë rrënjë. Këtu paraqet dënimin hyjnor, se sa lehti shkundi ato nga vendi. Fjala hawia vjen nga fjala hawa, që ka kuptimin boshatisje. Ky lloj interpretimi përdoret për njerëzit e uritur që u është boshatisur barku apo për yjet e tharë nga shiu, sipas arabëve në kohën e ignorancës, apo për arrën që nuk ka brenda thelpinj. Në ajetin 8 thuhet: a sheh ndonjë gjurmë të tyre? Sot nuk ka asnjë shenjë nga fisi i Adit, asgjë nga ajo që kishin ata. Të gjitha u zhdukën. Për fatin e fisit të Adit është folur edhe në komentimin e surës Hud, ajetet 58 deri te ajeti 60, si dhe në vëllimin 20 në faqet 233-241, sigurisht bëhet fjalë për vëllimet me origjinalin.